Një femën me pas shqiptare të do që ki krejt botën tonën. Kështu i tregon fillimet e saj në biznes para 27 vitesh Raza Demolli. Pasi ajo dhe familja kishin mbetur pa të ardhra, Demolli thot se ishin detyruar t'i hedhin syt nga bujqësia. Që nga ajo periudhë ajo merret me kultivimin e perimeve, mirë po si shrefen këtë punë nuk e kishte pasur të lehtë. Dhe sone kur ja kom fillu në treg, para 27 vite, veç sërbet kam punue, e vetë mja femën shqiptare ju më konë treg Kamenicës. Edhe dyqysh më vike e ranë se ju më konë sikur të këshyrshin krejt. Ju vike interesant, veç një femën shqiptare. Fillim më konë shtirë se s'kemi pas kerë, s'kemi pas kambi, u dofke me kolic me bajt, transportin e kemi pas ma largë se gjysore, me bajt me kolic, me qutë autobusi. Por sot ajo shpreh të kënaqur me fitimin që ka nga ky biznes. S'monet më konë çdo herë e njëjtë, java për jave ka dallim, sot shembull i bën 200 euro, po javën tjetër Bovakia jetë me 50. Bovakia kalon edhe 200-shin, e javën tjetër kalon edhe më shumë. Këtë të mërkurë shënohet dita botërore e gruas rurale. E se let nuk e kishte pasur në tregun e biznesit, thot edhe fermierja Valbona Sopa. Mirë po këtë ditë ajo ka një falënderim për bashkëshortin e saj. Po, ka qenë e vështirë shumë bile, son për vete nuk me fshatit nuk e marrë me si sene, su e më ka në shkollë dhe su më ka interesuat i fort, e kështu që dhe i ku marrë mësimet, po bashkëshortit, a i mi ka mësu krejt, tash s'kam problem më kur gjë, jo me knaq shumë, edhe pse është e vështirë bujqësia, po jo me knaq. Dita botërore e gruas rurale u caktua në vitin 1995 nga Organizata e Shoqatës Civile në konferencën e 4 botërore për gratë në Pekin dhe u shpall ditë zyrtare në vitin 2007 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s.